Edhe ku lexoj diçka e kuptoj që është edhe puna e dikujt, dikush duhet më shkruaj diçka, është krejt okej, nuk është ndonjë sens. Nuk po i merr, nuk po. Jo, nuk i marr afër zemrës, jo. Diçka që më thon ja, i lexoj, okej. Edhe vazhdoj. Të reagove edhe për këto lajmet e fundit, që ishin, në fakt, nuk e di, po të pyesa ke reagu kështu, ishin lajmet e fundit të mos për lidhjen tënde me Arionin. Cila është e vërteta, Dion? A je single, a jeni në lidhje? Jo, nuk jena në lidhje, jena ndo, unë jam single, po. Që ajo pjesë u ka në vërtet, po qka e qyshet e kanë shkru, ajo është tjetër histori, po esenca është që në qëtë lidhje na kena jep edhe shumë prej vetës, të me thonë, na ka përcjell krejt një Kosovë, një Shqiptari, edhe kur dollëm prej bigot e patëm si një farloj marveshje që dy t'ina konë shumë të pajtimit me pas lidhjen pak private, sa ma shumë që mundëm normal, edhe kur ndodhi ndarja, dhe këta e kena vendos me majt private, se ndodh, po për respekt për njani tjetërën, e kena lanë kështu, po moj me thonë që po është të vërtet që jena ndarë. Qka ju rënë sot ati? Nëse Arionin fakt ka qenë këtu, misafire kam pasur bol para disa muajsh, para se me u fut Big Brother, dhe është duk i njëjti sikur në Big, që ashtu i qeshun pozitiv. Edhe ajo ka nëse njëri të manë që shu ka në dhe jashtë edhe mrena atë, normal që ju uroj të natë mirat, veç sukses, në karierë, në jetën, privatën, të natë mënyra të me thonë. Se s'ka kush dhe të keqe, ndarja ndodhë. S'ka kush dhe të keqe, veç respekt. Tashmë Diana një vaj single, të si të reguve që kime qenë në Kosovë, shtu që besoj shumë prej djemve që ndoshta kanë ngurume, tash prej një kompliment, tash ndihem pak ma të mira. Komplimentit ka, po, prej djemve, prej qika. Cilat janë planet e tua në Kosovë, tregomi pak, unë e di që ti e një vajzë pak që punon edhe me lapse me letër, nuk është se je kështu e rëmbyshme dhe hajt aty për aty, i menagjon gjanat shumë mirë, që ka mundesh me tregu, se e di që diçka